100% të besimit, dhe sigurisht të dimë dhe raditin e partive të tjera, subjekte të tjera politike, a mund të ndryshoj ka shpejt perceptimi qytetari që të bëj një rokat të tillë në skenën politike dhe të ripozicionoj partitë politike? Po, këta vetëm populli mund ta bëj, një frym që vërtet do të bindet dhe tashmë janë argumentet shumë të fuqishme për të ndodhur një gjë e tillë, sepse ne mbajmë mend jo para këtyre zgjedhjeve, por në vitin 2019 kur zotni Kurti kishte fituar edhe atëherë 50% edhe ka pas një rezultat krejtësisht dikun barabartë me ne, domethënë 1% ka qenë me LDK-n në zgjedhjet para se me fitu 50%, ka ndodhur një frym sepse qytetarët me të drejtë kërkojnë një jetë më të mirë dhe ata kanë dash për ta provuar zotni Kurti dhe vetvendosen. Dhe për një moment kanë mbërri 50% dhe pastaj kemi provuar për këto 5 vite gjysmë që vërtet gjithë ato premtimet e zotit Kurti kanë qenë mashtrim. Sepse zoti Kurti nuk është në gjendje as brenda të ndryshoj situatën pozitivisht, edhe çka është më e keqe, zoti Kurti ka filluar të na mbyll dyert edhe me miqtë tonë jashtë vendit dhe Kosova ka shumë regres me qeverisjen e zotit Kurti. Prandaj na me thot drejt kemi drejt me mendu, me shpresu, me besu, me punu, që po fryma duhet të ndryshoj dhe rezultati natyrisht mund të ndryshoj. Populli mund ta bëj këtë dhe po e përsëris prap çdo palë zgjedhje. Pa marrë parasysh situata e cila është e krijuar që vërtet është shumë transparente, shumë e zbardhur që me këtë mënyrë Kosova nuk mund të vazhdoj. Por kur dalim në zgjedhje, gjitha partitë fillojnë për zero. Ajo që ka 50, ajo që ka 70, ka 20, gjithë jemi në pozicionin zero. Por kësaj herë nuk mund ta mohojmë. Klima në radhë të parë për LDK-n është shumë pozitive dhe veprimet e zotit Kurti janë dëshpëruese me të cilat qytetarët e vendit duhet të reflektojnë. Çfarë pati në këto 6 vite të qeverisë Kurti? Çfarë ndodhi në Kosovë? A lulëzoi ekonomia? A pati zhvillim të hapshëm? A pati rrugë të reja? Kjo është. Do me thonë ne për to 6 vite, dikun sa i bjen ofër nështë 20 miliard i ka menaxhu zotni Kurti, ne nuk e kemi asnjë vepër të madhe kapitale të zhvilluar në Kosovë. Asnjë. Ne nuk kemi asnjë përmirësim në sistemin shëndetësor. Përkundrazi kemi regres. Ne nuk kemi asnjë përmirësim në sistemin arsimor. Ne nuk kemi përmirësim të jetës qytetare, përkundrazi. Kemi inflacionin as të thellë dhe kemi jetën me paga të njëjta, e të gjithë e shohim nga ne vetë, personalisht e dalim. Nuk mund të blejmë gjërat që i kemi blej para një viti 2 me të njëjtat para, nuk mund ta kemi shportin e kompletuar. Ne jemi dëshmitar që për këto vite 2 herë e më shumë, do me thonë 150% diku në shtrit energjia elektrike. Ne kemi një jetë shumë më të vështirë se sa e kemi pas para 2-3 viteve. Dhe premtimet e zotit Kurti nuk ka qenë të tilla. Ne kemi pastaj problemet me miqtë tonë. Ne kemi pas probleme me zotin Kurti deri aty sa kemi shku me pas si shtet sanksione. Diçka e pa imagjinueshme. Me mu sanksionu nga BE-ja dhe kemi pas ftohje të raporteve me Shtetet e Bashkuara të Amerikës skajshmërisht, do të thonë kanë qenë publike. Të jemi të sinqertë që zonja Osmani ka mri me i riparu shumë dhe me majt një lidhje çfarë Kosova gjithmonë ka pas me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e sidomos me kurorzu me vetë në bordin e paqes, ku presidenti i Shtetit të Bashkuara të Amerikës e bëri Kosovën pjesë të iniciativës së këtij institucioni ose shumë kredibil, shumë të rëndësishëm për Kosovën, dhe ky ka qenë ndoshta fati i Kosovës. Për ndryshe, ne kemi pas shumë probleme me gjithë miqt. Dhe kjo na jap me kuptu se ka po dojmë ne. Dhe kjo na jep me kuptu se qytetarët e vendit duhet të reflektojnë. Unë kom thonë edhe një herë, po them edhe sonte. Kush do të qoftë, cili do subjekt politik, që mund të deklarohet që ne mundëm edhe pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës